Enveri kishte një diabet 40 vjeçar që pavarësisht mjekimit special dhe regjimit rigoroz, nuk mund të kalonte pa efektet e pritshme, sidomos në sy, në veshka e zemër. Në kujtimet e profesor Hoxhës për diagnozën e njeriut më të rëndësishëm të Shqipërisë komuniste, ndër të tjerat hidhet dritë në disa aspekte të panjohura të sjelljes së pacientit VIP me bluzat e bardha dhe njerëzit e afërt në momente krizash. Pas shënimeve për gjenezën dhe zbulimin e beft të sëmundjes në verën e 1948-s, mjeku që nuk u shkëput asnjë çast nga ekzaminimi i saj, risjell përpjekjet e jashtëzakonshme për kurim të diagnozës dinjzare. Të parën vura në djenin e xhmien, shkruan profesor Hoxha, pastaj krerët e udhëheqjes, të cilët u alarmuan nga sëmundja e papritur dhe sollën menjëherë specialist nga Moska. Tensionit dhe peripecive të ditës së parë, për përcaktimin e mjekimit të nevojshëm, ju shtua dhe një telash i papritur. Diagnoza e komandantit duhet ruajtur sekret. Çdo rrjedhje informacioni njësohej me krimin e tradhtisë. Në kujtimet e tij, profesori i dëgjuar vë në dukje se ky kod i çuditshëm, paradoksalisht, mori shenjtërimin e betimit të Hipokratit dhe të shëndetit të Enverit nuk e dinte asnjëri, me përjashtim të një grupi të vogël njerëzish. Nga ky rregull nuk u përjashtua situata kritike e infraktit të 1973-s, përmend mjeku i njohur, duke veçuar telashet me mjekët e thirrur nga Pekini dhe kinezërit e doktorit që kishte mjekuar Kim Il-senin në Vietnam. Ishte fundi i verës së 1948-s, po bëhej gati 2 vjet që ishan transferuar nga Spitali i Shkodrës në atë të Tiranës. Njohja e hershme me Enverin ishte bërë shkak që ai të më besonte shëndetin e prindërve, të cilët duhet theksuar se i donte dhe i respektonte shumë. Me ta njihsha që nga koha e fëmijërisë. Sipas porosisë së Enverit, shkojam shpesh në shtëpi dhe i vizitojam, herë njërin dhe herë tjetrin. U jepja mjekimet e rastit dhe i këshillojam për mënyrën e sjelljes ndaj sëmundjes. Një pasditë e gushti, teksa kisha përfunduar injeksionet e anës dhe po dilja nga korridori, më thiri në xhmia dhe shqetësuar më tha se Enveri nuk ndihej mirë. Nga çfarë ankohet e pyeta. Ajo më sqaroi se pinte shumë ujë, madje edhe natën. Në fakt, deri atëherë Enverin nuk e kisham vizituar asnjëherë. Ai gëzonte shëndet të mirë, nga sa e vrejja më duke i shëndosh vazhdimisht, duke u rritur në peshë me shpejtësi. Në këtë periudhë Enveri përshonte mbi 100 kg, ndërkohë që ishte i gjatë 1,84 cm. Fillimisht në xhmie si thash se duhet ta vizitoja patjetër, pasi kjo sasi uji tregon se diçka në shëndetin e tij nuk është normal. Enveri në përgjithësi e kishte besnim praninë e mjekut. Është e vështirë për të mbushur mendjen, më thanë në xhmia, duke përmendur vetë shoqjet e të shoqit, edhe ngarkesën e madhe që kishte ato ditë. Sidoqoftë Enveri nuk e konsideronte kurrë veten të sëmurë dhe nuk ankohej asnjëherë, megjithëse që nga dita e parë kur ju konstatua diabeti, filloi të kërkojë të lexojë më shumë literaturë, që bëhej fjalë për të. Kjo më vuri në një vështirësi të madhe. Enver Hoxhës i sillnin periodikisht gati të gjitha ato që botoheshin në Francë për njerëzit të sëmurë nga diabeti, si dhe materiale shkencore, ku flitej në veçanti për ndonjë medikament të ri shpresdhënës. Ballafaqimet me kësaj nuk mund të mbetej në kufinë e mjekut me një pacient të thjeshtë. Ishte viti 1965. Një mëngjes teksa bisedonin me Enverin për taktikat e reja të mjekimit të diabetit, ai më propozoi të shkoja sa kohë për specializim në Francë. E vërteta është se unë shikojam shumë të nevojshme një gjë të tillë, por më vinte zor për t'ia kërkuar. Në fund të vitit shkova në një klinikë speciale në Paris dhe pas 3 muajsh u ktheva. Aty mësova për mjekimin e ri të diabetit. Sa u ktheva u takova me shokun Hysni e informova për taktikat e reja që përdorshin aty. Në Francë ato periudhë kishte filluar të bëjë zvendësimi insulinës me antidiabetik oral. Enveri në përgjithësi e kishte bezi të madhe përdorimin e gjylpërave, sa kaq të aplikoja mjekimin e ri tek ai, ishte diçka me përgjegjësi të veçantë. Ai si një diabetik 40 vjeçar zbatoi dietën me një disiplinë rigoroze, rekomandimet e tjera për lëvizje sportive e shëtitje, shumë herë i shpërfilli. Ishte fundi 1973-shit. Në atë periudhë Enveri jetonte në një vilë afër pallatit të brigatave, pasi në shtëpinë e tij bëshin ndërtime për të zgjeruar. Papritur kishte pësuar një krizë në zemër. Më lajmëruan dhe shkova menjëherë aty, ku takova 2 kardiologë dhe mjekun personal. Bashkë me ta morë masat e urgjencës mjekësore.